Natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit, vëllau i madh, siç e ka zakon në fakt çdo vit, i bëri pjesë të kësaj shtëpie të gjithë gazetarët, le të mos themi të gjithë, po një numër të mirë konsiderueshëm të gazetarëve të televizionit Top Channel, përfshirë tu moderatorët të nderuara si Kiara, Rozana, Eriona e shumë të tjerë, të cilët darkuan me banorët dhe kaluan një 2 orësh fantastik brenda asaj shtëpie. Në një bisedë të bërë në verand, ku Rogerti u pyet përse ti e meriton ta marrësh çmimin e madh, domethënë moderatorët në një farë mënyre me hyrjen e tyre u munduan që të mbajnë edhe disa mini emisione të vogla. Rogerti tha që unë e meritoj ta fitoj çmimin e madh sepse e ndjej që edhe 5 vitet e ardhshme do t'jem edhe nuk do t'jem më, dhe këtë çmim dua t'ja lë Timbiri. Do me thënë, u tha kjo gjë nga ana e Rogertit, një mesazh që në fakt ka ngritur pyetje të mëdha se mos vallë Rogerti është duke fshehur diçka në shëndetin e tij.